Një prej aseteve më kryesore të jetës koncertore dhe publike të qytetit të Sarandës, salla e vetme e kinoteatrit Butrinti, me kapacitet prej 400 vendesh, mbahet prej vitesh e bllokuar shkak gjendja ndërtimore e amortizuar, ndërsa vendimi për bllokimin e saj u mor nga bashkia mandatin e kaluar në muajt e parë të vitit 2022 për arsye pasigurie në nivel të lartë. Aktualisht të përdorshme janë vetëm disa zyra, ndërsa salla e koncerteve, spektakleve dhe konferencave vijon të qëndrojë e heshtur dhe e mbyllur, ndërsa në 50 vite jetë, kjo godin nuk ishte nënshtruar asnjë rikonstruksioni. Këshilltari Shpëtim Ahmeti shprehet për Blu Televizion se kanë kërkuar të vendosej në buxhetin e vitit 2024 rikonstruksioni kinoteatrit. Në qytetin ton e bën nga shumë qytetarë të moshave të ndryshme, moshave të thjera dhe moshave të reja, të cilët kinoteatrin e shohin si një thersar të qytetit ton. Kam folur disa herë mbasi u konstitua Këshilli Bashkiak jemi konvertuar sot mbas ditës 23 maj 2023. Disa herë kam kërkuar që të prononcoheshin pushteti lokal bashkia konvertisht për fatin e kinoteatrit të Sarandës. Kinoteatri Butrintit ka prerë të gjitha aktivitetet, ku bashkia është nisur vetëm me aktivitetet kulturore vetëm në bulevard, ku vinë këngëtarë nga Shqipëria, paguhen me taksa i qytetit Sarandës, moshat e tjera kanë nevojë për jetën artistike dhe fëmijët e qytetit Sarandës për të kërcyer, për të mësuar, paguajnë vetëm para kur prindit e tyre, baballarët e tyre paguajnë taksa për të patur një objekt të rëndësisë së veçantë, do ta thoshja, për vlerat e saj që mbat në historinë e qytetit tonë. Reagimi ka qenë shumë herë ka qenë inekzistent nga administrata e bashkisë. Në datën 26 shtator të 2024 u detirohet të njësja me shkrim kryetarit bashkisë dhe kryetarit Këshillit Bashkiak një shkresë ku ishte një informacion me 3 pika. Pika e parë që fati i kinoteatrit. Mbasi u kërkua dhe mbledhje një kaluam buxhetin në dhjetor, mbledhje dhjetorit, kryetari i bashkisë në pjesën time që i bëra për fatin e kinoteatrit, më premtoi publikisht sepse pret fonde nga Ministria, ka kërkuar fonda Ministria e Arsimit, të Rinisë dhe Sporteve për kinoteatrin, pasi kërkon disa fonde të konsiderueshme për të kthyer kinoteatrin në identitet. Ahmeti shpreh se janë të gjitha mundësitë që bashkia aktuale t'i dalë për zot këtij aseti të rëndësishëm kulturor, duke përdorur kapacitetet e veta dhe me donatorë që ofrohen. Në rendimin tim e kam shprehur dhe përsëri kam ngul dhe ja kam kërkuar me fort administratës së bashkisë që i ka të gjitha mundësitë për të gjetur fonde dhe nuk ka pse jep as me koncesion, por me fondet e veta dhe me donatorë të ndryshëm që sot afrohet kush të dojë. Ministria e Rinisë dhe Sporteve e ka detyrim ligjor për të kthyer këtë godinë të kinoteatrit Sarandë në identitet, ashtu siç e ka dhe bashkia për qytetarët e vet. Dhe bashkia i ka të gjitha mundësitë për të bërë atë investim që ta kthejë identitetin e parë këtë godinë të kinoteatrit Sarandës. Në kushtet e bllokimit të këtij objekti prej më shumë se 3 vitesh për shkak të pasigurisë së përdorimit, qyteti i Sarandës përjeton paralizën dhe pamundësinë e organizimit të eventeve të rëndësishme lokale, rajonale e më gjerë.